Kombëtarja e Zvicrës, ku pjesë të saj janë edhe futbollistët shqiptar, ka mbërritur në Tiranë në aeroportin Nën Tereza mes emocioneve dhe vëmendjes tepër të madhe të mediave vendase. Zvicra do të përballet me kombëtaren shqiptare në stadiumin Qemal Stafa të premten në mbrëmje. Kryesuesit e grupit E kërkojnë 1 pikë për të siguruar biletën drejt Brazilit dhe objektivi për ta është i qartë. Megjithatë, ajo që tërhoqi vëmendjen e publikut ishin disa foto të shkrepura gjatë daljes nga aeroporti. Futbollisti i Bayern München, Xherdan Shaqiri, i cili luan me kombëtaren zvicerian, është fotografuar tepër i qeshur dhe i lumtur për mbërritjen në Shqipëri. Pritja në aeroport për të ka qenë shumë e ngrohtë, ndërsa tundimit për të bërë foto me yllin shqiptar të Zvicrës nuk i kanë rezistuar as punonjësit e policisë të aeroportit të Nën Tereza, edhe pse i mjafton 1 pikë për të kualifikuar për në botrorin Brazil 2014, skuadra helvete ka ardhur përfitore në kryeqytetin shqiptar. Një ditë më parë, tifozët kuqezi bën thirrje futbollistëve shqiptar të Zvicrës që të mos aktivizohen në ndeshjen e së premtes, por me sa duket ata do të jenë tashmë pjesë e lojës.